Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deputetët do të mlidhen nesër për herë të nëntë në përpjekje për konstituimin e kuvendit. Dje, kandidatja propozuar për kryetare, Albertina Haxhiu, nuk i mori votat e nevojshme. PDK, LDK dhe AAK disa herë i kanë kërkuar lëvizjes vetëvendosje që ta ndërroj kandidaten. Madje, janë përmendur disa emra që deputet të partive të tjera kanë shprehur gatishmërinë për t'i votuar, por partia fituese nuk i ka marrë parasysh. Në këtë situatë është vërtetëje që presidentja Osmani të ndërmarrë iniciativë duke mbledhur liderët e partive në një takim të përbashkët për ta gjetur një zgjidhje. Kryeministri në ndërheqje Albin Kurti ka komentuar zhvillimet e fundit në vend. I pyetur nga gazetarët për konstituimin e institucioneve, ai shkurt deklaroi se fillimisht kuvendi mandej qeveria. Këto komente Kurti i bëri në Istog, ku bashkë me ministrin në ndërheqje të infrastrukturës Libun Aliu kanë vendosur gurthemelin e projektit të banimit të përballueshëm dhe social. Qysh në fillim të mandatit ton e patëm miratuar agjendën qeveritare për banim të përballueshëm dhe social, bazuar në 3 parime themelore. Parimin e gjithë përfshirjes, parimin e mos segregimit dhe parimin e diversitetit. Banimi është e drejtë themelore e njeriut për jetesë nevojitet banesë. Me këtë rast, në janar të vitit 2024, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hapur thirrjen për komunat për ndërtimin e njësive banesore për banim të përballueshëm dhe social. Me që rast 13 komuna, nga 38 komuna sa të Kosova, kanë aplikuar dhe projektet janë bërë për 5 komuna. Janë dhënë kushtet ndërtimore, më pastaj edhe lejet ndërtimore, në mesin atyre që ka marrë dhe lejet ndërtimore është Istog. Në hapësirat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka ndodhur një shpërthim në veturën e ushtruesit të drejtorit të QKUK-s Osman Hajdari. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe është duke marrë informacione se si ka ardhur deri tek shpërthimi. Rasti është nën hetime. Zyrtarja për informim e policisë në rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti deklaroi për RTK-n se rreth orës 10 kanë pranuar informat lidhur me dyshimet për një shpërthim në një veturë në parkingun e QKUK-s. Ajo ka thënë se nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale. Prokuroria Themelore në Pej ka njoftuar se për 3 muaj, janar, shkurt dhe mars, ka ngritur gjithsej 580 akt akuza kundër 658 personave për vepra të ndryshme penale. Nga Departamenti i Krimeve të Rënda, Departamenti i Përgjithshëm dhe përthëmitur, prokurorët e shtetit kanë ngritur akt akuza për lloje të ndryshme të veprave penale nga Kodi Penal i Kosovës. Mesatarja për muaj e ngritjes së akt akuzave është 193, kurse personave të akuzuar rreth 220 të akuzuar për një muaj pune. Prokuroria Themelore në Pej mbetet e përkushtuar në luftimin e dukurive negative dhe të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin, thuhet në njoftim të prokurorisë. Sindikata e re e Kekut ka njoftuar për organizimin e një proteste me datën 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, për të kërkuar paga më dinjitoze dhe kushte më të mira pune për punëtorët. Në njoftimin e sindikatës thuhet se protesta do të mbahet të njëjtën në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Protesta sipas sindikatës vjen pasi puna e punëtorëve përmban lodhje ekstreme, rrezik të përhershëm dhe sakrificë të përditshme, e që sipas tyre këtë punë nuk ka para që mund ta paguajë. Nesër i kthehet marrëveshja ndërmjet Kosovës, në fakt qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, e cila parashikon lehtësimin e procedurave kufitare për veturat me targa të 2 shteteve, e cila do të zgjas deri në datën 30 shtator. Në bazë të kësaj marrëveshjeje nuk do të kryen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar.
Policia e Kosovës ka njoftuar se operacioni i shpërthimit të mjetit të pashpërthyer, i cili ndodhet në fshatin Stagov të komunës së Kaçanikut në lagjen Teneqia, që ishte parapart të realizohet sot nga njësia KFOR-it për çminim, është shtyrë për datën 2 maj. Policia ka njoftuar se zona e rrezikut është vlerësuar me një rreze për 1000 metrash nga vendi ku ndodhet mjeti shpërthyes, andaj brenda kësaj zone ndalohet rreptësisht qëndrimi i njerëzve. Ndërkaq rekomandohet largimi në vend të sigurt i kafshëve dhe makinerive. Po ashtu, policia lut banorët e lagjës dhe të zonës së Kodrës në fshatin Stagov që të mbajnë dritaret e shtëpive hapur, për shkak të valës së mundshme të shpërthimit, e cila mund të shkaktojë dëme materiale, si dhe të largojë veturat në vende të sigurta. Policia do njoftoj banorët për rreth dhe do të sigurojë që në datën dhe orët e lartcekura të mos ketë persona jashtë shtëpive. Ka vdekur punëtori shumë vjeçar i Radio-Televizionit të Kosovës, Fahri Pallaska. Familjarët e të ndjerit kanë njoftuar se varrimi do të bëhet sot në orën 13 në varrezat e qytetit të Prishtinës në Dragodan. Telegram ngushëllimi i ka ndërguar familjes, miq, koleg e bashkëpunëtor. India do të ndërmarrë veprim ushtarak ndaj Pakistanit brenda 2 ditëve të ardhshme, pretendon ministri pakistanez i informacionit. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë kërkuar nga palët vetë përmbajtje. Tensionet janë rritur pas sulmit dhe vrasjes së 26 turistëve në Kashmir javën e kaluar. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit po vazhdojnë të rriten. Një zyrtar i lartë i Pakistanit, mëngjesin e së mërkurës, ka thënë të ketë informata të besueshme se New Delhi do të ndërmerr veprim ushtarak kundër Islamabadit gjatë 2 ditëve në vijim. Ataullah Tarar, ministri i informacionit, ka publikuar rreth mesnatës një postim në rrjetin social X, ku ka shkruar se Pakistani ka informacione të besueshme se India synon të kryej veprime ushtarake kundër Pakistanit në 24 deri 36 orët në vijim. Komentet e ministrit pakistanez janë bërë një javë pas vrasjes së 26 turistëve në Kashmir në qytetin Pahalgam, vend ky piktoresk që vizitohet shumë nga turistët. India ka fajsuar Pakistanin për sulmin, ndërsa Islamabadi ka mohuar përfshirjen në këtë incident. Pretendimet nga Pakistani vinë në kohën kur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Kina kanë kërkuar vetëpërmbajtje. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka bërë thirrje për qetësi dhe jo më larg se sot do të bisedon me homologët nga India e Pakistani, ka thënë Tammy Bruce, zëdhënësja e State Departamentit Amerikan. Edhe Wang Yi, ministri i jashtëm kinez, ka biseduar javën e kaluar me zëvendëskryeministrin e Pakistanit dhe ministrin e jashtëm, Ishaq Dar, duke thënë se çfarëdo konflikti mes Indisë dhe Pakistanit nuk do t'i shërbente interesave themelore të asnjërs palë dhe përbën rrezik për sigurinë rajonale. Kashmiri, rajon i Himalajeve, ishte ndar pas pavarësimit të Indisë nga Mbretëria e Bashkuar dhe krijimit të shtetit të Pakistanit në vitin 1947. Edhe India edhe Pakistani kanë pretendime për këtë rajon dhe kanë luftuar në 2 luftra dhe një konflikt të kufizuar mbi të gjatë dekadave të tëra. Edhe Kina kontrollon një pjesë të këtij rajoni. Rreth 500.000 ushtar indian janë të pozicionuar në Kashmir gjatë gjithë kohës. Të dyja vendet, edhe India edhe Pakistani, posedojnë armë bërthamore. Po vazhdojnë sulmet e Rusisë në Ukrainë. Në qytetin Kharkiv kanë mbetur të lënduar të paktën 39 persona, ndërsa në Dnjepër është vrarë një person dhe është plagosur një tjetër. Të paktën 39 persona janë lënduar si pasojë e sulmit raketor të Rusisë në Kharkiv të Ukrainës. Ukraina ka raportuar se sulmi është bërë me raketë Shahed. Një ditë më parë, forcat ruse kanë sulmuar këtë qytet me 16 dron, ndërsa në shënjestër ishin 5 qarqe të qytetit. Nga prokuroria e këtij qyteti kanë thënë se janë goditur të paktën 2 shtëpi, ndërsa janë djegur 3 vetura. Po ashtu, nga predhat janë dëmtuar edhe dritaret e 2 spitaleve të qytetit, megjithatë nuk ka të lënduar në personelin e spitalit e as të pacientëve. Natën e 29 prillit, ushtria ruse me dron ka sulmuar edhe qytetin Dnjepër, duke vrarë të paktën një person dhe duke lënduar një tjetër.
janë dëmtuar të paktën 5 objekte, ndërsa është përhapur edhe zjarr. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni në rrjetin social Facebook RTK, në Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku sigurisht informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në webpaqen rtklive.com. Faleminderit për vëmendje, do të takohemi me informacione më të reja në edicionin orës 13. Mirupafshim.